Prej disa ditësh fermerët e Roskovecit po përballen me një çmim tepër të ulët të kastravecit në pikat e grumullimit, ndërkohë që në tregje tregtohet nga 120 deri në 150 lekë. Sipas fermerëve të Sukni, vetëm 4 ditë më parë 1 kilogram kastravec tregtoi në rreth 40 lekë, ndërsa aktualisht çmimi ka rënë në 20 lekë. Madje në disa raste nuk po blihet fare, teksa theksojnë se me të njëjtën periudhë të vitit kaluar tregtoi me 50 lekë. Kjo situatë ka bërë që prodhimi të dalë nën kosto, duke i vendosur ata përballë humbjeve të mëdha. Me këto çmime nuk mbulojmë as shpenzimet minimale, jo më të nxjerrin fitim, shprehen fermerët, të cilët theksojnë se investimet për fara, plera kimike dhe mirëmbajtjen e serrave janë gjithmonë në rritje. Kastravecit po ikën me 200 lekë. Nuk ka leverdi, nuk ka 200 lekë, nuk ka leverdi ta vjelësh. Kastraveci në Tiranë është 1500-2000 lekë. Më thënë 100 kilometra rrugë, këtu 200 aty 1500. Dhe s'kemi leverdi ta vjelim me, do ta lëm. Më ka do negocim, ata thonë po deshe bjerë, lere, shkarkoj e ik, po deshe mos e bjerë. Shkon edhe për tregun vendas? Ky shkon edhe për tregun vendas edhe për eksport. Në të njëjtën periudhë vjet ishte 500, 600, si vjet është 200. Tash 200 lekë çfarë do marrim punë? Mos punojmë fare me ta, shkulim me të mbyllim serrat. Sa keni kultivuar? Po janë 2 me gjys. Unë kam 10 vjet që merrem me serrat. Gjithmonë ka probleme me çmimin. Vit për vit vjen e njëjta histori. Vjen 10 prilli, 15 prilli, nuk e duam me thonë. Këto janë problemet. Edhe në Ballkan edhe në Europë. Zakonisht në Itali, në Serbi, Bosnjë, këto vende eksportojmë. Maqedoni, Bullgari. Sa e për llogari? Unë këtu është unë smart do ditën e punës, se unë punoj 3 veta këtu si shtëpi, unë smart me 200 lekë, unë smart do ditën e punës këtu. Edhe të punoj më mirë vetë të punoj me ditë pune. Edhe humbja është që stela ditë e punës. Ku ka shumë prodhim se ky vilet 1 herë 3 ditë. 1 herë 3 ditë bën 2 ton trangu. Po nuk ke leverdi se do t'i hedh ushqimet nuk ti, ka preparate për spërkati, kështu që nuk ke leverdi ta vjelësh. I bie që ta shkulim. Mbyllim serrat. Ky ka qenë çmimi si, nuk ka qenë çmimi mirë. Kastraveci 200 lekë vajte. Domatja është me 8. Ka vajte. Ata e grumullonjë me 300 lekë, 500 lekë, më lartë jo. Pse ka këtë rënje si vjet? Nuk e di më di, se na vjen kjo. Nuk e di, ja te ka vlla im aty, 800 lekë, sa domati i thashë, 800 lekë sa erdhon thaj. Po sallatori 200 lekë thaj. Nesër mund veja 100 lekë tha. Ja. Se erdhojnë ata. Ky pije gjithmonë nuk e majnë një bazar, po erdhojnë. Jo ta majnë një bazar ata, po ata e lanë sa e lanë, pam e hulin. Aktualisht kam dëgjuar, unë nuk kultivoj kastravec, po kam dëgjuar te 200 lekë. Ka raste edhe pa çmim. Para një jave ka qenë diku te 600-700, brenda 4-5 ditëve ka pësuar një ulje dramastike deri në 200 lekë. Këto luhatje të menjëhershme të tregut, sa dëmtojnë fermeri? Shumë. Tani ai është në prodhim sipër me 200 lekë, nuk ja leverdis as ta vjelësh, se s'del dhe ajo dita e punëtorit, dita jote dhe ti hedhësh ushqim nuk asnjë lloj leverdie. Ju jeni kultivuesi domatëve, i friksoreni luhatjes së çmimit? Shumë. Domatja para një jave ka qenë te 18, 1800, 1900, sot rrezikon të jetë dhe 13 edhe 14. Ishte një çmim çik më lart, mund të ishte 400, 500, 600, ka pasur natë, po jo në këtë fazë, në këtë kohë, në këtë muaj të jetë kaq. Çfarë mendoni se ka ndikuar në këtë ulje të çmimit? Po më shumë tregtarët, shteti, çdo gjë, se fermeri di vetëm të trolloj, nuk di të kontrolloj tregun edhe të menaxhoj atë shteti dhe tregtarët. Kjo është një lojë që po vijon prej vitesh, a duhet marrë fund përfundimisht dhe të ketë një çmim standard? Këtë kërkojmë ne, të ketë të jenë çmimet javore. Mujore e dim që është e vështirë, po të jenë javore. Na këtë ditë ky çmim. Siç është tregu italian ose ku di unë turk apo grek. Pse mendoni se nuk realizohet këtu? S'realizohet këtu sepse këtu çdo gjë e bën i madh i shtëpisë. Nuk e bëjnë të veglit. Kështu që duhet ta bëj shteti këtë punë, se ne nuk kemi gjë dot të bëjmë. Shteti mos është ndonjë lojë pikave të grumbullimit. Edhe kjo është. Po ku s'ke kontroll do bësh si do vet.
Nëse vazhdon kjo situatë, ç'do të bëhet me prodhimin? Fermerët. Ja do ndodhi që Shqipëria do braktiset, tërë të rinë do ikin, se unë kam 2 çuna, një ndej dhe tjetër është gati, kështu që ç'a do rri këtu, ku s'punon, ku s'merr, ku s'kejnë të ardhme, për ç'a do jetosh këtu. Një tjetër problem serioz mbetet mungesa fuqisë punëtore, sipas tyre gjithmonë edhe më pak persona janë të gatshëm të punojnë në bujqësi, çka e vështirëson edhe më shumë situatën në terren. Përballë kësaj situate, shumë fermerë paralajmërojnë se mund të detyrojnë të braktisin serat dhe të kërkojnë një të ardhme jashtë vendit, duke thelluar edhe më tej krizën në sektorin bujqësor në zonë. Fermerët kanë kërkuar një zëri tabel javore pasi luhatjet e vazhdueshme të çmimit po i vendosin përballë pasigurive të mëdha.